Pjesa më e madhe e partive të bllokut opozitar janë në fazë konsolidimi ose organizimi të brendshëm. E tillë është edhe Alanca për shqiptarët e Arben Taravarit, për të cilën do ta zhvillojmë edhe intervistën e ditës. Me mua në studio është nënkryetari i partisë, zoti Gzim Kadriu. Zoti Kadriu, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Si po shkon fillimisht QP-s në përgjithësi, organizimi i brendshëm dhe konsolidimi i partisë, duke pasur parasysh se muaj më parë organet e partisë dhanë ndërheqje kolektive? Po, më datë 15 shkurt këtij viti, Alanca për shqiptarët mbajti kuvendin e saj në komunën e Vrapçishtës, kishte disa pika të rendit të ditës, me që rast ishte edhe pika për organizimin e kongresit të rregullt të partisë. Me vota unanime kaloi edhe kjo pikë e rendit të ditës dhe nga 1 marsi ne kemi filluar fushatën, aktivitete në teren së bashku me kryetarin e partisë. Sigurisht që edhe opinioni përmes mediave është informuar. Këshillin organizativ kuvendi me vota unanime e zgjodhi doktor Valban Limanin, kryetarin aktual të komunës së Gosivarit, dhe unë zgjodha sekretari Këshillit për organizimin e kongresit. Sigurisht se aty u zgjodhen edhe koordinatorët e zonave, apo shefat e njësive zgjedhore dhe disa anëtarë të tjerë. Si që theksova së bashku me kryetarin zoti Taravari, kemi vizituar të gjitha degat, pothuajse, ku i ka Alanca për shqiptarët, të cilat janë në gjithë territorin e shtetit ku banojnë shqiptarët, duke filluar nga Kumanova deri në Prilep. Dhe tani jemi në fazën e antarësimeve të reja. Antarësimet vazhdojnë deri më datën 15 maj. Pas datës 15 maj fillojmë me riorganizimin e nën degave, duke zgjedhur kryetarët e degave, kryesin qendrore deri në kongres për të zgjedhur kryetarin e partisë. Si parti që gjatë 2 viteve të fundit keni kaluar disa ndryshime sa i takon strukturave antarësisë, a jeni më të hapur ndaj antarësisë së re ose emrave të rinj, ose pranoni në strukturat tuaja edhe emra të cilët kanë qenë më herët në Alancën për shqiptarët, ndryshuan parti, po duan të rikthehen prapë? Alanca për shqiptarët i ka dyert të hapura për të gjithë ato që kanë interes të antarësohen, të kontribojnë për kauzën, për platformën politike që i përfaqëson shqiptarët. Sigurisht që target grupet janë grup moshat e reja, për shkak se ai është gjaku më i pastër kombëtare, intelektuale, politik, i cili do të mund në mënyrë më denje, më dënjetoze në të ardhmen të përfaqësoj kauzat dhe të mbrojë interesat e shqiptarëve. Por, për të gjithë janë dyert e hapura. Deri më datë 15 maj është data e antarësimit, do unë i ftoj të gjithë. Kemi forma të ndryshme, është forma elektronike antarësimit, është edhe forma manuale. Në të gjitha qytetet ku jetojnë shqiptarë, janë zyrat e Alancës për shqiptarët, të gjithë të interesuarit mund të shkojnë tek zyrat e tona dhe aty të bëjnë edhe antarësimin manual. Ju jeni parti opozitare, a vazhdon bashkëpunimi me BDI-n dhe a mbetet vendimi që të vazhdoj ky bashkëpunim deri në fillimin e negociatave për në Bashkimin Evropian, ashtu siç ka deklaruar më herët zoti Taravari, ose për momentin jeni akoma në fazë të shqyrtimit të këtij vendimi? Sigurisht, ne ishim pjesë e kësaj qeverie, ishim pjesë e ndryshimit, e lëshuam qeverien duke konstatuar një sër shkeljes dhe mos realizim të agjendës shqiptare në asnjë pikë, po besoj për këta pika do të flasim më vonë. Dhe çfarë thamë, erdhëm me një pikë kritike kur ne u dashim të rrim heshtur dhe ullur në qeveri pranë VMRO DPMN-s, të realizojmë agjendën e VMRO-s, apo të bëhemi bashkë me ata vëllezër të cilët është fakt dhe vërtet që i kemi kritikuar 20 vite, sigurisht me argumente politike dhe gjithmonë për kontribuar për të mirën e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe pam që politika VMRO DPMN-s definitivisht nuk është kundër BDI-s, po është kundër shqiptarëve. Atyre i pengon gjithçka që ka të bëjë me edhe ato pak ndoshta të arritura të shqiptarëve, dhe ne jemi shumë të interesuar që AKI-ja një koncept kombëtar i cili do t'i përballave politikave nacionaliste të VMRO DPMN-s, një forcë reale e fuqishme politike që do të gëzojë një mbështetje të madhe popullore duke i pasur parasysh dështimet e qeverisjes aktuale. Sa u kuptova, vazhdoni bashkëpunimin me BDI-n? Sigurisht jemi të interesuar për të bashkuar, për të ndërtuar
kauza, platforma politike e cila do të zgjidh çështjen e shqiptarëve definitive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo është për momentin që ne e dëshirojmë Salancë për shqiptarët, por sigurisht që në këtë pjesë duan të prononcohet edhe subjekti tjetër politik. Nga Vlen vazhdojnë të deklarojnë se dera mbetet e hapur për të gjitha partitë të cilat duan që të vazhdojnë me politikat e kësaj qeverie. Një ditë më parë ato thanë që dera mbetet e hapur për zotin Ziadin Sela. A do të dëshironit që dera të mbetet e hapur në qeveri edhe për ju? Alanca për shqiptarët, ju kujtoj juve dhe gjithë opinionit, ka qenë ajo parti kryesore e cila ka shndruar Lenin në Vlen. Zoti Arben Taravari ka qenë figura kryesore e ndryshimit, madje kishim edhe kandidat për president në zgjedhjet e vitit 2024, sigurisht që ne në ato kohë zhvillonim anketa me gjitha figura dhe personalitetet politike, bëshëm maqe publike. Dhe në gjitha sondazhet, zoti Taravari, nëse zoti Bilali ose zoti Mexhidi kanë dalë me anketa ditë rreth, zoti Taravari ka dalë 12 apo 13, dhe jo rastësisht është insistuar, pa dëshirën ndoshta të zotit Taravarit, që ai të jetë figura kryesore ose kandidati që do t'i pri garës në atë kohë kundër frontit evropian për president të shtetit. Edhe ashtu ndodhi, ju e dini se bartës të procesit kryesor në Vlen, deri në formimin e qeverisë, ka qenë Alanca për shqiptarët në krye me zotin Taravari. Dhe çfarë ndodhi? Këtu është fatkeqësia që ne do ta themi publikisht dhe do ta themi për çdo ditë, para opinionit, para strukturave, para medjave dhe kudo që të jemi. Vleni në atë kohë kishte marrëveshje qeverisëse me VMRO DPMN. Ju kujtoj, pika e parë e qeverisës ishin eurointegrimet. Kurse sot ku jemi? Jemi në izolim pas 2 viteve. Jemi në izolim total. Kryeministri Mickovski deklaron që lere që ai nuk do t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese. Para gjeneratave që vinë pas, do t'i alej amanet që mos t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese. Pika numër 2 ishte përfaqësimi të sjellim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adukat. Tani edhe 2 vite ku e kemi ligjen, me mira, mos të them me 10-ra, mia Maqedona su pensuan, në ndërkohë 0 shqiptar. Pika e tretë e marrëveshjes ishte decentralizimi fiskal. Çfarë po ndodh? Pushteti një rëndore ka te komunat shqiptare ku grubullon taksat, i vendos në thesar të shtetit, pastaj me një vendim të qeverisë, me dorën e majtë cilës do komunë. Shembull, ta themi e merr nga komuna Grumbullon Tatimi, nga komuna Agostivarit apo komuna Tetovës, ku janë kryesisht komuna të banuara me shumicë shqiptare, dhe me një vendim të qeverisë ku e dini, mund të janë ndaj komunës së Shtipit, komunës së Gevgelis apo komunës së Koçanit. Dhe ne për ata kemi kërkuar decentralizimin fiskal, e në fakt sot kemi centralizim edhe më të madh, edhe më të fuqishëm. Nëse mund të konkludojmë, Asheja nuk është as pak pishman që ka dalë nga qeveria. Absolutisht, nëse më lejoni që të them të gjitha pikat, për shkak se ne kemi qenë të interesuar për një marrëveshje serioze gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, Alanca për shqiptarët ka grumbulluar vota strukturat Alancës për shqiptarët, ka necur shtëpi për shtëpi duke kërkuar vota në emër të ndryshimit. Pasi që ne konstatonim në atë kohë që BDI-ja ishte partia konsumuar 22 vite në qeveri dhe shqiptarët meritojnë të kenë ndryshimin, të ndryshohet skena politike shqiptare në vend. Për çfarë ndodhi? Ndodhi në fakt zhgënjimi, as një pikë e programit të koalicionit Vlen nuk paralizohet. Dhe e keni parasysh, kryeministri Kristian Mickovski kontrollon sot 100% të qeverisë. U ofruan kohërat për zgjedhjet lokale, të cilat të mbajtën, dhe unë du t'i bëj publike këto gjëra që ndoshta nuk janë thënë në media asnjëherë, ja, në emisionin tuaj për herë të parë, që kryeministri Mickovski ka kërkuar që Arben Taravari ta mbështesë për komunën e Korçovës, që ta fitojë VMRO DPMN, për komunën, ju lutem, për komunën e Bërvenicës, ta fitojë VMRO DPMN dhe komunën e Botelit të mos të nxjerrim kandidat në kobim të heshtjes të qëndrimit në qeveri. Dhe sigurisht ne këtu ndalëm, kryesia ngushtë e partisë në informoj zotit Taravari se si qëndron situata, ne aty konstatuam
se beteja vëmëros është vetëm një. Vëmërot DPMN duhet ta themi zëshëm. Tani besoj që edhe qytetarët e kanë kuptuar, ka vetëm një projekt. Ai projekt është Maqedonia Maqedonese. Por ne nuk befasohemi me vëmërot DPMN. Ne befasohemi me vlenë e cila po i shërben në mënyrë të verbër realizimit të agjendës të vëmërot DPMN-s. Vlen sot qëndron në qeveri si kukulla, duke mos arritur të realizoj asë një pikë të programit të saj. Pika 4 ishte lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Çfarë ndodh sot me krimin dhe korrupsionin? 5 ton marijuan kalojnë në pikën kufitare Tabanoc dhe gjëja se s'ka ndodhur asgjë, askush nuk ka parë. Domethënë, nuk ka pikë programore të koalicionit Vlen e cila është e mbështetur nga vëmërot DPMN-ja. Në aspektin e llogarisë ose pasojave politike, edhe më herët nënkryetari i vëmëros kishte deklaruar se bashkëpunimi i ASH-s së Taravarit me BDI-n do të nënkuptonte vetvrasje politike të kësaj partie. Vlerësoni se ka pasur pasoja tek ju bashkëpunimi me BDI? Gjani, pasoja politike. Ne po flasim Nuk po flasim për politika dhe për aspektin moral të zbatimit të programit të qeverisë. Pasoja politike. Pasojat politike nuk janë të rëndësishme që ndodhen ndoshta për Arben Taravarin or për Aleancën për shqiptarët. Ju e dini se çdo parti politike ka zhvillimin e saj, ka rritjen, ka uljen, ka ngritjen, e ku di çfarë ata janë procese të cilat ndodhen natyrshëm. Ne po flasim për çështjen e shqiptarëve, ne po flasim për kauzën shqiptare. Nuk është me rëndësi se ku gjendet sot Aleanca për shqiptarët, po me rëndësi ku janë shqiptarët. Aleanca për shqiptarët nuk është keq, ka di komuna, ka 3 deputet, kaq kishte edhe më herët. Por çfarë kanë shqiptarët sot? Kush po humb? Po humbin shqiptarët, po fiton vëmërot DPMN në tërësi, kontrollon 100% pushtetin qendror, kontrollon 50% të pushtetit lokal, ku aty më herët kanë pas kontroll. Faktori politik shqiptar sot nuk ekziston. Ja, këto janë pasojat të cilët po i banë. Për çdo ditë punësohen me mira Maqedonas, 2-3% shqiptar, 1.3 miliard euro kredi nga banka hungareze të cilat u morën, pjetë një përfaqësues të Vlenit, sa kanë shkuar në për zonat shqiptare. As 2%, as 3%. Unë jam i sigurt që nuk kanë arritur të morën as 30 milion euro prej 1.3 miliard euro. Të flasim pak për temat e tjera? Ju lutem, 250 milion euro nga kredi hungareze ishën të dedikuar për kompanit e vogla dhe të mesme. Ministrën e ekonomisë e pyetën se sa kompani shqiptare kanë fituar këtë grande, i shkreti tha nuk e di, po sigurisht nuk e din se asnjë kompani shqiptare nuk ka fituar grande. Është e pamundur të flasim për të gjitha temat e programit, sepse koha është shumë e kufizuar. Fronti Evropian, disa ditë më herët, njoftoi se do të nisë procedurën e grumbullimit të nënshkrimeve nga deputetët për të nisur procesin e ndryshimeve kushtetuese. Në preskonferencë nuk ishën deputetët e Aleancës për shqiptarët, por a do ta mbështesni ose a do të firmosni në këtë iniciativë? Sigurisht po, patjetër, Aleanca për shqiptarët, siç e theksova më herët, një ndër pikat të cilat e ka lufshuar qeverinë ka qenë edhe ndryshimet kushtetuese. Jo vetëm zoti Arben Taravari dhe cilat do parti politike shqiptare të merren iniciativë, Aleanca për shqiptarët i mbështet. Arsyeja ndër kryesore të cilat ne e lëshuam qeverinë ishin pikërisht edhe mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese. Jo vetëm zoti Taravari, por edhe zoti Mexhidi, edhe zoti Kasabi. Publikisht kanë premtuar se nëse për 6 muaj kjo qeveri nuk i bën ndryshimet kushtetuese, ne do ta lëshojmë. Ne e lëshuam qeverinë, mbajtëm fjalën edhe para popullit, kurse ata po vazhdojnë në mënyrë vazale të shërbejnë vëmërot DPMN-s. Si e vlerësoni që edhe 2 vjet pas formimit të qeverisë nuk është bërë asnjë hap në këtë drejtim? Sigurisht, kjo është logjika dhe mendësia e politikës maqedone vëmërot DPMN-s, e cila intereson vetëm projekti Maqedonia Maqedonesve, që mendoj se është një projekt fiktiv dhe jo real. Nëse në esencë futeni të atij projektit, Maqedonia kurrnjëherë nuk ka qenë pasër e Maqedonesve, nuk është as sot, nuk do të jetë as nesër. Shqiptarët ka qenë këtu gjithmonë në trojat e tyre, janë tani dhe do të jenë edhe më shumë, kështu që vëmëroja ka një qasje të gabueshme ndaj shqiptarëve dhe është politike e çuditshme në përgjithësi e vëmërot DPMN-s. E shifni Republika e Maqedonisë së Veriut e tanishme, dhe deri gje e Maqedonisë ka probleme me Greqinë,
me Bullgarin, me Serbin, dhe sukur partneri Macedon, vetëm faktori shqiptar, që i ka dy shtete në Ballkan, Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës, dhe këtu 30% e më shumë që jetojmë shqiptar, gjithmonë Maqedona se ti kemi mbështetur në të gjitha proceset vendimarrëse politike dhe sot i mbështesim dhe kërkojmë që të jemi të unifikuar, të harmonizuar, të lojmë dasit, të lojmë përçarjet, të ulemi seriozisht, të shtrihem dorën të zhvillimit të shtetit për një mirëqenie ekonomike, për një shtet të së drejtës, për të gjithë qytetarët pa dallime etnike. I përmendu disa aspekte të agjendës së reformave, por për një qëndrim më të shkurt dhe më të përgjithshëm. Ju lutem, në qershor skadon afati për plotësimin e 10 pikave, ndërkohë që vendi deri tani i kanë mbetur edhe 8 pika pa plotësuar sa i takon agjendës së reformave dhe rrezikojmë të humbim një shumë të mirë të parave nga plani i zhvillimit. Sigurisht që kjo qeveri e thash nuk ka plan qëllim reformat të realizoj. Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Komisionin Evropian, Thomas Vajc, ju sigurisht keni përcjellur deklaratat e tij që Maqedonia ka vanesë dhe nuk mund ndoshta të arrijë deri në qershor të realizojë, ne jemi të sigurt se nuk do të realizojë, mos të harrojmë që Komisioni Evropian ka ndarë dikon për Ballkanin perëndimor 720 milion euro grande, të cilat Maqedonisë do t'i takonin 47 milion. Dhe këta grande nuk do të arrijë Maqedonia e Veriut deri në qershor të timor, edhe më shumë do të fillojnë të varfërohen qytetarët e Maqedonisë dhe jo vetëm këta grande, por edhe shumë grande të tjerë, të cilat na kanë ikur për shkak të bllokimit të procesit eurointegrim që kjo qeveri nuk e ka ndërmend të realizojë. Zoti Kadriu, ju falenderit shumë për këtë intervistë në Alsat. Kënaqësi ime, falenderit juve. Rikthehemi me informacione të tjera.